Problemi i ujit të pishëm në Fier është përhershëm për të çdo emergjencë natyrore dhe mungesa e tij është turpkombëtar dhe dështim historik i qeverisë qendrore lokale. Ky ka qenë mesazhi që ka përcjell pas ditën e sotme protesta një grupi aktivistësh të cilët me pankarta në duar kanë kërkuar zgjidhje të shpejtë konkrete të kësaj problematike. Aktivisti Elis Baba ka pohuar se prej disa ditësh qytetarët fierak janë përballur me mungesë të ujit të pishëm pa paralajmërim dhe me njoftim në rrjetet sociale, si dhe shpesh vetëm pasi ndërprerja ka ndodhur dhe sipas tij ky nuk është informim, por propagandë. Sidomos mjaftonte mungesa ujit të pishëm. Fieri ndërpritet edhe energji elektrike pas një paralajmërim, ka thënë Bab. Po e filloj këtë fjalë me një citim të shkurtër. Më vjen turp që në një histori 20 vjeçare, ku sa herë që ka fushat premtohet ujë 24 orë. Pas 20 vitesh ende nuk ka ujë. Nëse do të kisha qenë në pushtet për 8 vjet dhe nuk do ta kisha zgjidhur këtë problem, do të kisha ikur. Kjo nuk është fjala ime, kjo është fjala e kryeministrit që ka premtuar në 2013. Pra, para 12 vjetëve që ai kishte ende në opozitë dhe fitonte mandatin e parë. Sot jemi në 2025, kanë kaluar 12 vjet dhe qyteti i Fierit vazhdon të vuajë nga njëjti problem i turpshëm, mungesa e ujit të pishëm në një pjesë të madhe të territorit, ndërprerje të vazhdueshme në të gjithë territorin, në të gjithë furnizimin e ujësjellësit, dhe një shërbim që jo vetëm nuk përmirësohet, por përkeqësohet nga dita në ditë. Ndërkohë qytetari fierak Spiro Goga pasi thot në kulmin e indignatas se pas 12 vitesh qeverisje të pandërprerë, Fieri vazhdon të vuajë të njëjtat problematika dhe qyteti sot është shumë larg standardit minimal 24 orësh që premtohet prej dekadash. Jemi mbledhur sot për të protestuar për mungesën e ujit dhe të energjisë elektrike. U bën disa kohë që kanë ndërprerje të shpeshta dhe këto pa paralajmërim. Gjë që bën që neve në familjet tona mos të bëjmë shërbimet tona si përlarje, gatime e tjera e tjera. Jemi vendi i dytë për burime ujore në Europë, pas Norvegjisë. Dhe është merr që pas 25 vjetësh neve të mos kemi ujë në familjet tona 24 orë. Kryeministri kur mori pushtetin premtoi që brenda mandatit të parë unë do merrem personalisht me ujin dhe nuk do iki pa ju dhënë ujë gjithë shqiptarëve. Por ndodhi e kundërta. Kryeministri nuk ka më mendjen as për ujin, as për energjinë elektrike dhe as për shqiptarët që vuajnë mungesën e ujit. Në çdo rreth, në çdo qark, në çdo qytet, në çdo fshat ka mungesa të kësaj natyre. Prandaj unë e di pse vjen kjo. Kjo vjen sepse është bërë një qeveri komplet hajdute. Pas qeverisë hajdute është dhe një qeveri tjetër vendore, po kështu dhe hajdute. Ata kanë kërkuar një zëri zgjidhje dhe përgjegjësi, pasi furnizimi me elemente të jetësisë ujit rita është drejta themelore e çdo qytetari.